Indeksimi i pensioneve është një proces i domosdoshëm për të ruajtur fuqinë blerëse të moshuarve përballë rritjes së çmimeve. Edhe pse përditësimi i fundit i pensioneve u bë në përputhje me normën bazë të inflacionit, efekti i tij mbetet minimal. Sipas analizave ekonomike, llogaritjet janë bërë mbi një inflacion mesatar prej rreth 2.5%, pa marrë parasysh rritjen reale të çmimeve të produkteve bazë, që ka qenë shumë më e lartë, sidomos pas pandemisë. Kjo do të thotë se, ndonse rritja ndihmon disi, ajo nuk mbulon plotësisht koston e jetesës, e cila është rënduar ndjeshëm. Në thelb, indeksimi aktual nuk arrin të përmirësojë ndjeshëm mirëqenien e pensionistëve me të ardhura minimale. Ekspertët kërkojnë që për llogaritja e tij të rishikohet mbi bazën e shportës reale të konsumit, në mënyrë që pensionet të mos mbeten shumë pas ritmit të rritjes së çmimeve.